Është hyrë seanca gjyqësore në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për të pandeurin Altin Hajri, i akuzuar për përfshirje në një nga ngjarjet më të rënda kriminale të viteve të fundit, rrëmbimin dhe vrasjen e Jan Prengës. Shkak për shtyrjen u bë mungesa e njërit prej anëtarëve të trupës gjykuese, ndërsa gjykata vendosi që seanca e radhës të zhvillohet në 15 janar 2026. Altin Hajri, pronari i kompleksit Golden Resort në Shijak, dyshohet nga SPAK se ka pasur rol aktiv në rrëmbimin, vrasjen dhe zhdukjen e trupit të Jan Prengës. Ngjarja ndodhur në 17 janar të vitit 2020. Sipas prokurisë së posaçme, Hajri ka qenë në dieni të plotë të rrëmbimit dhe transportimit të trupit të viktimës drejt kompleksit të tij. Nga këshurja e pamjeve filmike, SPAK pretendon se Altin Hajri ndodhej në ambientet e kompleksit Golden në momentin kur aty është sjell trupi Jan Prengës dhe se ai ka ndërhyrë personalisht, duke mbyllur xhepenin e garazhit, veprim që sipas akuzës synonte fshehjen e ngjarjes. Hetimet kanë zbuluar se motivi i rrëmbimit lidhet me vjedhjen e një sasie të konsiderueshme lëndë narkotike nga vëllai Jan Prengës në Angli. Ky episod dyshohet se kanë nxitur autorët e përfshirë në krimin e rënd të ndërmarrin aktin e rrëmbimit si formë hakmarrjeje. SPAK thekson gjithashtu se Altin Hajri ka pasur njohje dhe lidhje me autorët e dyshuar të ngjarjes. Në një letër porosi të ardhur nga Olanda, rezulton se Hajri ka qenë i dënuar në këtë shtet për trafik droge, dënim të cilin e ka përfunduar në vitin 2019. Sipas komunikimeve të zbuluara në aplikacionin e enkriptuar SkyECC, Altin Hajri ka komunikuar me të pandehur të tjerë lidhur me rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës, mes tyre dhe me Gentian Funiqin. Për këtë ngjarje, gjykata ka dënuar më herët me burgim të përjetshëm Festim Bishdilin, kopshtari i kompleksit Golden, i shpallur fajtor për përfshirje në vrasjen e Jan Prengës.